Pak sekonda ko kishte aktivisti humanitar Ukrainës që t'i ikte sulmit. Тікай! Ложись! Олег! Слава Богу, живой! Për Jevhen Kachovin, kjo ishte vetëm një ditë e zakonshme pune në vijën e frontit. Ai thotë se ka qenë rrezik për të vrarë rreth 20 herë në misionet humanitare për t'ju ndihmuar tjerëve të evakuoheshin nga fronti I luftës. Это реально или рядом взрывалось, или осколок застрял в каске прямо, или Бье надо машину. мной взрывали он 20 раз, это точно. А из того, что я не знаю, что могло быть, то намного больше. Kachov punon për grupin humanitar Proliska, partnere lokale e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat. Ai angazhohet në misionin ndihme prej vitit 2014, kur separatistët e mbështetur nga Rusia kapën disa pjesë të rajonit Donetsk. Këtë vit ai u burgos nga një milici proruse, por më pas u lirua kur forcat ukrainase e rimorën qytetin e Slovjanskut. Ai është kthyer menjëherë misionit Afaxhat për t'u ndihmuar civilëve që të ikin nga luftimet në afërsi, përfshirë disa që nuk janë të vetëdijshëm për rrezikun. Пока, например, на ихних глазах не убьют соседа. Большая категория людей, которые, ну вот, например, моего возраста, старше 50, если они эвакуируются вглубь Украины, то они просто будут нищими, ну, реально нищими. Kachov thotë se ai nuk rrezikohet vetëm nga sulmet e rëndomta të armikut. Ai thotë se misionet humanitare mund të jenë gjithashtu shënjestra dhe friksohet që disa thirrje për ndihmë mund t'i vinë prej forcave ruse që mund t'ia bëjnë kurtin. Por Kachov thotë se besimi I tij krishterë është hyrë që të rrezikojë për t'u ndihmuar të tjerëve. Teksa lufta po hyn në vitin e 5, nevoja për ndihmë afër vijës së frontit është më e madhe se kurrë. Будет это огромное количество нуждающихся, огромное количество бедных людей, огромное количество тем, кому нужно помогать. Ну и мне все как обычно. Я этим занимался все время, просто сейчас это перешло на более высокий уровень. И, к сожалению, количество нуждающихся будет больше и больше и больше.